Zogu mreti e kishte shpatën e drejtësisë dhe thoshte e merrte gjykatësin, thoshte ma kapi çikte. Ky po më lu bishtin, merre fute çik në burg. Pastaj nuk diskutohet në kohën e diktaturës komuniste, dilshin ministrat armiq edhe ishin prokurorët e gjykatësit që merrshin urdhrin edhe e kishin ata shpatën në qafë këtu. Pastaj i fundit i burgosur politik për turpin e botës në Shqipëri ishte mbasi shqiptarët votun Liri Demokraci, Fatos Nano. Pse? Se shpatën e kishte Bufi Knetës. Dhe atëre shumicës i dukej sikur ishte oqean Kneta. Më pas u kalp fare situata, këtu u vran njerëz në rrugë, protestus, komplet të pafajshëm, bjerë këtu, ja, shpata. Këtë shpatën këtu, të zonjës drejtësisë, nuk e ka pas drejtësia shqiptare. Peshoren jo, peshoren dhe sot e ka të lëkundur, se kemi njerëz më të rëndësishëm këtu që kanë telefonata për të bërë. Edhe sytë e mbyllur nuk i kanë akoma, nuk diskutohet se shohin, por ama prokuroria duhet fillu nga spagu. Shpatën e ka të vetëm. Dhe kjo është vetëm vullnet i yni.